Administrata publike ka një rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, por edhe mbrojtjen e interesit të përgjithshëm. Por, çfarë ndodh kur veprimet ose mosveprimet e saj shkaktojnë dëm për qytetarët? Në raste të tilla, është detyra e administratës publike të kompensojë dëmet e shkaktuara gjatë ushtrimit ose mos ushtrimit të veprimtarisë administrative. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, çdo qytetar ka të drejtën të përdorë mjetet juridike kundër vendimeve gjyqësore dhe administrative, të cilat cënojnë të drejtat ose interesat e saj apo të tij, ku përfshihet edhe e drejta për kompensim të dëmit. Kompensimi bëhet përmes një procesi ligjor ku qytetarët paraqesin kërkesën e tyre për kompenzim të dëmit tek organet e administratës publike. Kushtetuta e Kosovës dhe ligjet në fuqi garantojnë të drejtën për një administratë të drejtë, të paanshme dhe të përgjegjshme, e cila është e gatshme të marrë përsipër korrigjimin e gabimeve të saj. Transparenca dhe përgjegjësia janë kyçe në procesin e kompensimit të dëmit nga administrata publike, prandaj qytetarët duhet të njoftohen në mënyrë proaktive për mundësinë e realizimit të kësaj të drejte. Sigurimi i drejtësisë dhe kompensimi i dëmeve janë elemente të rëndësishme për ndërtimin e besimit midis qytetarëve dhe administratës publike. Prandaj, e drejta e kompensimit të dëmit të shkaktuar nga administrata publike, përtej obligimit ligjor, duhet të jetësohet edhe në praktikë.